Kryer, do të flasim në këto momente gjërësisht përse përket nisjes zbatueshmërisë së marrëveshjes Kosovë-SHBA, përse përket edhe emigrantëve, pranimit emigrantëve në Kosovë, drejt për drejt me mua është eksperti sigurisë Bedri Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes, faleminderit. Gjithashtu përshëndetje, faleminderit. Zoti Elezi, çfarë do të thotë për Kosovën nisja e zbatueshmërisë së kësaj marrëveshje? Në fakt, çdo zotim që Kosova e ka bërë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe vendet e Bashkimit Evropian duhet të konsiderohet i zbatueshëm dhe në asnjë mënyrë nuk duhet që të neglizhohet zbatueshmëria e atyre zotimeve që janë bërë. Në rastin konkret, fillimi i zbatimit të një marrëveshje të tillë është një reflektim pozitiv i institucionit të mbikës Kosovës, të cilët japin mesazhe të qarta se është një vend i cili zbaton zotimet e saj dhe zbaton gjithashtu edhe kontratat apo marrëveshjet të cilat lidhen edhe me raste ku ndoshta ka pasur një opinion ndryshe për të vepruar apo jo. Ky rast kuptohet që ka qenë mjaft i diskutueshëm për shkak të shumë të panjohrave që mund të jenë në lidhje me emigrantët, por që Kosova duket që ka vepruar në mënyrën e duhur dhe se po paraqitet si një shtet serioz dhe një mik vërtet i Shtetit Bashkuar të Amerikës. A ka Kosova kapacitete pritëse në fakt, zoti Elezi, për të zbatuar këtë marrëveshje? Në fakt, në kuadër të zotimeve që kishte bërë Kosova, kishte edhe marrëveshje të cilat do ta ndihmonin strukturën profesionale të Kosovës në lidhje me kapacitetet për zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Neve sigurisht që kemi informacionet e nevojshme se strukturat të caktuara, burime njerëzore dhe çështje tjera operative janë në dispozicion. Ka Kosova kapacitetet saja për fluksin për cilin ka pas dakordsi dhe zotim nga ana saj dhe se nuk presim ndonjë probleme për të realizuar, mund të themi, këtë lloj programi që ndoshta në këtë fazë mund të konsiderohet si një test i kapaciteteve për të parë nëse Kosova do të jetë e gatshme që të ketë mundësi të shtojë numrin e personave të cilët do të konsiderohen si emigrantë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Elezi, në fakt si do të funksionojë i gjithë procesi, pra deportimi, menaxhimi i qendrave pritëse, gjithçka tjetër, nga fillimi deri në fund? Po, në fakt në kuadër të marrëveshjeve dhe zotimeve që ka pasur Kosova, fillimisht janë analizuar fushat me të cilat do të ballafaqohemi dhe zbatimi i programit, duke filluar nga ato teknike. Çështja e parë sigurisht është çështja e pritjes, që përfshin në mënyrë drejt për drejt operativ të institucioneve të sigurisë, këtë rast policinë e Kosovës, e cila do të ndërmarrë veprimet e sistemimit në aspektin teknik të personave të cilët në këtë rast do të sillen në Kosovë, duke filluar nga marrja e dhënave, deponimi i tyre, strukturimi i tyre në mekanizmat e nevojshme deri tek dërgimi stacione apo vendeve se ku do të strehohen apo do të mbahen këto emigrantë. Prandaj është një strukturë mirë e planifikuar që nuk presim që do të ketë probleme, por që në fakt fillimet sigurisht që do të jenë të ndërlikuara derisa të sistemohen, siç thash, në sistemet elektronike të dhënat dhe informacionet e nevojshme të migrantëve deri tek bazat e qëndrimit dhe më pas strukturat të cilet janë përgatitur, trajnuar dhe janë të gatshëm për të punuar me ta, do të veprojnë duke filluar nga kontrollet mjekësore deri tek trajtimet që janë të nevojshme eventuale për persona të caktuar nëse kanë nevojë për trajtime eventuale mjekësore, sepse edhe gjatë kohës ku ato do të transferohen mund të kenë edhe implikime shëndetësore. Thjesht kapacitetet të tilla janë paraparë, është organizuar mirëfilli mund të themi një skemë e cila përballon të gjithë fluksin e parë dhe besoj që do të ketë një performancë të mirë në këtë çështje. Ndërkohë Albi Kurti ka deklaruar se 2 emigrantët e parë kanë mbritur tashmë në Kosovë, pra duke lajmëruar edhe nisjen e zbatueshmërisë marrëveshjes. Po, në fakt, siç e thash edhe në fillim, fillimisht do kemi një pilotim apo një start pilot i cili
krahas angazhimeve konkrete edhe konfirmon performancën e mekanizmit i cili është organizu pikërisht për projektin e fjalë. Ardhja e dy të emigrantëve nënkupton një farë testi që i bëhet autoriteteve duke filluar siç thash nga pritja në sistemet SMIL e deri tek dërgimi i vendit ku do të mbahen, trajtimi i tyre përfshi edhe mosat e sigurisë që janë të nevojshme sepse për momentin sigurisht që do të kemi të emigrantë cilët nuk konsiderohen me rrezikshmëri të lartë, por që në të ardhmen mund të kemi edhe persona të cilët janë përfshirë në këtë çështje. Ajo që duhet të vendosë në theks të veçantë është angazhimi i strukturave të sigurisë përkatësisht inteligjencës në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet sigurohet që emigrantët të cilët kanë ardhur nuk kanë identitet të rrënjshëm. Neve të fundmi kemi ngritur një shqetësim se ekziston dyshimi që personat të cilët janë pjesë e emigrantëve e sidomos që kanë ardhur nga lindja e mesme mund të kenë vjedhur identitete personave të vrarë atje e posaçërisht nëse do të kemi persona që janë përfshirë në krime të rënda që kanë arritur të marrin një identitet tjetër dhe të sistemohen në të dhënat të reja me identitet të rrënjshëm. Kjo është shumë e rëndësishme që identifikimi të bëhet në mënyrën e duhur sepse neve kemi shqetësuar që ka persona sidomos anëtar të ekipeve apo mund të themi organizatës terroriste ISIS të cilët kanë vrarë viktimat e tyre, i kanë vjedhur identitetin dhe përmes rrugëve të emigrantëve janë sistemuar si refugjat në vendet e Bashkimit Evropian ku edhe paraqesin rrezik serioz. Prandaj kjo është shumë e nevojshme që identifikimi edhe verifikimi të bëhet në mënyrën e duhur në bashkëpunim me agjencitë të sigurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës të konfirmohet identiteti i saktë dhe të dhënat nga ku emigrantët kanë vepruar për të shkuar të arritur deri tek kufit shtëbave apo partnerëve të saj edhe nga ku do të adresohen drejt Kosovës. Ndërkohë, në fakt, zoti Elezi, për post të gjitha masave që janë marrë, ajo që është edhe pikpyetja më e madhe, a do të përbëjnë këto emigrante dhe këto pra qendra pritëse për emigrantët a rrezikojnë sigurinë e Kosovës? Është detyrë e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë dhe partnerëve cilë do të cilin këto emigrantë të konfirmojnë, siç është edhe më parë, kapacitetet e rrezikut që kanë personat të cilët do të emigrohen. Nëse do të ketë një trajtim serioz, do të kemë kategorizim dhe krahas asaj edhe sistemimi do të bëhet në bazë të kapaciteteve dhe rrezikut apo mund të themi trajtimit, vlerësimit të protokollit të rrezikut që ata mund ta bartin me veti. Dhe nëse do të kemi një trajtim të duhur, atëherë kujtoj që mund të evitojmë edhe rreziku megjithatë vetë fakti që kemi të bëjmë me emigrant, padyshim që kemi një shkallë jo sigurie në angazhimin e këtyre, por që besoj se policia e Kosovës dhe masa tjera që janë ndërmorë përfshi dhe zyrtarë që do të angazhohen konkretisht në trajtimin e këtyre personave do të kanë mundësi që krahas mund të themi ardhjes një fluksi gradual të konfirmohen edhe kapacitetet mburime njerëzore dhe të tjera teknike për të parë se ky grup apo këtë të ardhur apo këtë migrant nuk të paraqisin rrezik për sigurinë e Republikës Kosovës, posaçërisht sigurinë publike ku Kosova duket që ka mjaft probleme. Zoti Elezi, çfarë përfiton Kosova nga kjo marrëveshje? Padyshim që në kuadër të çdo projekti është edhe specifikacioni financiar. Dhe edhe në këtë angazhim Kosova do të përfitojë në mënyrë drejt për drejt, sigurisht financa, duke u nisur nga fakti që në kuadër të zotimeve janë paraparë edhe përfitimet materiale. E sigurisht kjo është bërë duke u bazuar në nevojën që Kosova ka për zbatimin e projekteve të ndryshme që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe deri tek përfitimet në mënyrë drejt për drejt që vijnë qoftë për të angazhuarit, kompanitë që do të merren me organizimin e angazhimeve konkrete që lidhen me furnizimet të ndryshme që ka një element ndërmarrësie në këtë pjesë e deri tek të punësuarit, sepse ne do të kemi të punësuar numër të shtuar të personave të cilët janë kryesisht aseti e Republikës Kosovës që janë moshëre që kanë mundësi të kenë paga të mira nga angazhimet konkrete që do të kenë në projekte të tilla. Ndërkohë, zoti Elezi, mund të themi se kjo marrëveshje mund të zbusë pak marrëdhëniet edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të forcojë bashkëpunimin, thënë kjo edhe nga deklaratat e fundit dhe ato të bëra her pas here nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mënyrën se si qeveriset Albin Kurti në Kosovë. Në fakt, padyshim që çdo zotim
i zbatuar nga ana jonë nënkupton edhe performancë të mirë në raport me partnerët në këtë rast me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që zbatimi i kësaj marrëveshje sjell, mund të themi, dobitë e saj në mënyrë drejt për drejt tek rindërtimi i marrëdhënieve apo rikthimi i marrëdhënieve mes dy vendeve, sepse siç e dini Kosova akoma mbetet nën sanksione dhe dialogu strategjik i SBA-ve është pezulluar për Kosovën. Në fakt, Kosova është në prag të zgjedhjeve dhe në këtë rrethana kujtoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partnerët së dhe Bashkimi Evropian presin e krijimin e institucioneve sa më parë qeverisë së Republikës Kosovës edhe ato legislative në mënyrë që të kemi një qeveri të re dhe nuk dihet nëse do të jetë qeveria aktuale ajo që do të drejtojë edhe për një mandat tjetër dhe ndoshta nëse do të kemi ndryshim të strukturës politike përkatësisht subjektet që do të dhëqin me Kosovën, besoj që marrëdhëniet me SBA-n do të rikthehen më njëherë, sepse siç duket problemet kanë filluar me SBA-n pikërisht për shkak të qasës që lëvizja vetëvendosje e ka pasur në raport me rekomandimet që kanë ardhur nga SBA-ja, duke filluar nga angazhimet në çështjet që lidhen me sigurinë dhe çështjet që kanë bëjnë me zbatimin e marrëveshjeve për pakitat në veri e deri tek çështjet që lidhen drejt për drejt me kërkesat, mos zbatimin e kërkesave që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të lezë edhe diçka shkurt edhe për sa i përket qeverisë Shqipërisë, e cila edhe ajo ka pranuar se do të ngre edhe 20 qendra të tjera pritëse për emigrantët. Çfarë do të sjellë për Shqipërinë ky vendim? Fillimisht ne duhet kemi një çështje parasysh marrëdhënia apo ushtrimi partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ajo fitoria më e madhe që do ta kemi. Nëse ne do të jemi aleat për SBA-t në çështje që SBA-ja i konsideron se ka nevojë për ndihmën tonë, ne kemi strukturuar marrëdhënien dhe në këtë rast përfitimi i parë për Shqipërinë padyshim që është ky, sepse do t'i bëhet krah i sipërfuqisë apo mund të themi i rregullatorit kryesor të sigurisë dhe ekonomisë në botë që është SBA-ja dhe partneriteti me të është performancë e mjaftueshme për të mund të them për të ushtrin në familjen e madhe evropiane, sepse çdo ushtrim i partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënkupton edhe zotësim dhe shtrirje të fuqisë ndikimit që është në familjen e Bashkimit Evropian dhe në NATO. Dhe në këtë aspekt kjo është përfitimi i parë. Ndërsa përfitimet tjera lidhen siç thash edhe me realizimin e projekteve të caktuara. Ju e dini që SBA-ja përmes programeve të ndryshme të saj mbështet projekte të jashtëzakonshme në vendet e ndryshme me ku ka partneritet dhe fokusi i tyre padyshim që është tek shtetet të cilët ndajnë zotime për të bashkëta qoftë këtë rast edhe migrantët si njëra ndër problemet kryesore që ka SBA-ja. Zoti Elezi, faleminderit që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Kënaqësi. Gjithashtu.